Një rast i konstatuar me sëmundjen e bagëtive në njësinë administrative e Postrip të Bashkisë Shkodër, bëri që i gjithë qarku Shkodër të vendosej në karantinë, duke mos lejuar tregtimin apo konsumimin e bagëtive të imta dhe produkteve të tyre si djathi apo qumshti. Por fermieri Edmir Repaj, nga fshati Kodër Boks i njësisë Postrip, thotë se janë penalizuar në mënyrë të padrejtë për sëmundjen e bagëtive. Ai ka rreth 300 krerë bagëti dhe kërkon më shumë subvencione nga shteti, pasi janë drejt falimentimit. Sipas fermierit Repaj, kjo nuk është sëmundja e parë që prek bagëtit dhe nuk duhet krijuar panik tek qytetarët. Ne na kanë penalizuar në mënyrë të padrejtë për një arsye. Viruset që se kanë ardhur prej Zotit, mirë se të vinë çdo virus. 3 tuf kanë amet, ka dal fare blektoria. 7 vjet ka rras 10 si i di prej ardhen tuf, e kam me pasion, kam shëtit Evropën, kam zonata tjera, bëj me pasion. Thot doli virusin Postrip. Unë e kam besim, as Postrip, as i fermer shqiptar nuk ka virus. I ta që kanë amet krejt pak jana. Unë jam i mbrojt fermerin shqiptar. Me i bo analizë tamlit edhe mishit tonë me që unë tonë Evropën me konkuru me cilësi. Kupton, nëse na zot sot me furnizu, as shat na tonë, prap dojnë me na penalizu. Si shkak i ndalimit të tregtimit, fermieri Repaj thotë se dëmi ekonomik është i madh, teksa bagëtit e tij nuk kanë sëmundje. I ka shumë përkrym, shumë profesionista, ata veterinar teritoria Shkodrës, t'i japin mbrojtje shtetit nga kupton? Alla adina, nuk ka nevojë më ardhe me bot madhe me fut popullin panik. Popullit i bajzirë e blejt e fermeri shqiptar, hajde në ferm, kje dëshmitar nga gjitha zonat, për pashke për Bajram, kanë orë në stallë, marrin të unë, çfarë shijet ka, çfarë kvaliteti. Kja është. I këtë duhen me një mund gjithë kanë si punon me djerë të bëllit. Para pak ditësh në fshatin Domen të njësisë Postrip, u konfirmua një rast i murtajës së ruminantëve të vegjël, ku më pas u morën masa për bllokimin e lëvizjes së kafshëve në tregje dhe thertore në zonat e Shkodrës dhe Malësisë së Madhe.